Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot do të përgatisim makarona pene me një salcë speciale të lehtë dhe të shijshme. Sigurisht ju mund ta shoqëroni me çfarëdo lloj makarone të doni. Një ide tejet e mirë që mund ta gatuani pa mish dhe t'ju shijoj jashtë mase. Gjithashtu për të gjithë ju që jeni vegetarian. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Në një tigan hedhim 4 lugë gjelle vaj ulliri, 4 thelpime hudhër, një qep të prerë në copa të mëdha nuk ka rëndësi. Mund të jetë e kuqe ose e bardhë. Diku te 4-5 kokra domate, unë i kam pak të vogla. Nëse e keni më të mëdha, mund të shtoni edhe më pak. I prisni në këtë mënyrë siç e kam vendosur në video. Diku te 1 lugë gjelle salcë domatesh, 4 lugë gjelle me ujë. I lëm për 2-3 minuta me kapak të mbyllur. Në një tenxhere kam shtuar 2 litër ujë, 1 lugë gjelle me krip. Sapo uji të vloj, hedhim 500 gram makarona pene. Mund të shtoni makaronat që juve pëlqeni. I lëm derisa të zihen mirë. Pas 2-3 minutash me zjarr të ulët me kapak të mbyllur, lëkura domateve mund të largohet shumë lehtë. Zbutet nga nxehtësia dhe hiqet shumë shpejt, si e shikoni dhe në video. Është e mira t'i largojmë që salca të dalë më e mirë. Pasi që kemi larguar, do vazhdojmë duke i përzier mirë. Dhe tani do na duhen diku te 400 gram nga uji makaronave, ose diku te 3-4 garuzhde. Ta ju thash pak më parë që do t'ju nevojiten 2 litër ujë për të zier 500 gram makarona. Një sasi të ujit na nevojitet për salcën. E lëm të ziejë diku te 3 minuta me kapak të mbyllur. Dhe tani do të shtojmë 100 gram me kërpulla të skuqura. Nëse nuk ju pëlqejnë kërpullat, mund të shtoni pak kungull ose partizan të skuqur. Gjithashtu del shumë e mirë. Do kujdesni dhe ujin nëse do ju nevojitet më tepër, do shtoni na ujë makaronave. Do e shikoni dhe me sy. Pasi salca të jetë gati, do vazhdojmë duke e bluar në këtë mënyrë, sipas mundësive ku juve të doni. Kjo është mënyra më praktike. Në këtë pikë mund të vëreni më mirë trashësinë e salcës. Nëse është e nevojshme, shtoni më tepër ujë. Shtojmë 200 gram krem pana për gatim ose krem bimor për vegetarian. Për ata që janë vegetarian e din vetë shumë mirë. E shplajmë dhe tasin mirë. Vazhdojmë të razojmë mirë dhe do e lëm derisa të marrë një val të lehtë, për afërsisht 1 minutë. Në këtë pikë do vazhdojmë duke i larguar salcën nga zjarri. Makaronat të cilat i kemi kulluar i shtojmë brenda te salca, shtojmë pak majdanoz, do e provoni për krip nëse është e nevojshme mund të shtoni, opsionale pak djath parmezan, diku te 3 lugë gjelle dhe vazhdojmë duke e përzier mirë që makaronat të zhyten brenda në salcë. Një gatim tejet i lehtë dhe shumë i shijshëm. Provojeni të dashur miq, jam e sigurt gjithë familja ka për ta pëlqyer tepër. Le të vazhdojmë duke e shërbyer. Nëse jeni të ri në kanal, mund të abonoheni duke shtypur butonin subscribe. Gjithashtu mund të aktivizoni dhe zilën për të njoftuar për video të reja. Dhe ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.